Me qindra banor të Rjollit të mbështetur edhe nga qytetarë të zonave të tjera në Thirrjet, Rama në Burg, Berisha në Burg, kanë shembur gardi rrethues që oligarku Bashkim Ulaj kishte vendosur në pronat e vendasve, ndërsa kompania e Ulajt ka nisur punimet në Truallin që pretendohet nga banorët. Këta të fundit në mënyrë të organizuar ka nisur me shkuljen e hekurave që janë vendosur si një mur rrethues, ndërsa të tjerë kanë tentuar të bllokojnë makineritë. Në zonë ka nisur punimet teksa çështja mbetet ende e pazgjidhur, pasi banorët pretendojnë se prona e tyre është grabitur përmes dokumenteve false. Policia, përfshirë dhe forcat të ndërhyrjes së shpejtë, të pajisur nga skafandra, kanë tentuar të ndalin në revoltën e banorëve, por pothuajse e kanë patur të pamundur. Pas tensioneve, banorët, një pjesë të cilëve mbani në duar flamuj kombëtar, përmes thirrjeve apo pankartave, rrëfejnë se tokat e tyre po grabiten. Jemi fëmijët e Rjollit, toka nuk preket, shprehen ata. Resorti që po bëhet nga kompania Gjener 2 e Bashkim Ulajt shtrihet në një sipërfaqe për 147.2 hektarësh dhe është kundërshtuar me forcë nga banorët e zonës. Për shkak të problemeve me pronësinë e tokës, punimet kanë nisur në shkurt, por ditët e fundit është vërejtur fortifikimi me kangjëlla të larta hekuri, çka duket se ka irrituar banorët dhe ka tensionuar situatën. Një ditë më parë, gjatë protestës që mbahet në Tiranë, e cila ishte 13 radhazi, një prej qytetarëve i ftoi të gjithë të ishin të pranishëm për të hequr gardin në Rjoll. Banorët e Rjollit pretendojnë se pronat e tyre u janë rrëmbyer përmes dokumenteve të falsifikuara. Kërkojmë të drejtën tonë, na kanë rënë në qafë. Është e disata herë që protestojmë, as nuk na shkon ndërmend me u përplas. Nëse mundemi do e heqim rrethimin. Për shtetin kemi thirrje, mos na bjerë në qafë, tha një protestues. Protestës së sotme në Rjoll u janë bashkuar me qindra qytetarë që prej 13 ditësh protestojnë në Tiranë kundër klasës politike, ndërsa kërkojnë dorëheqjen e Edi Ramës si kryeministër.